Antigon, a mendon që njerëz të cilët me të vërtet përballen me sfida dhe vështirësi, siç ka qenë edhe rasti i Elvanës, luftojnë edhe më shumë për me mri edhe me plotësu ëndrrën e vet, apo shpesh kjo ndodh kur penalizohen dhe dojnë dorëheqje, ta themi, nga lufta? Në fakt, Sara, është e çuditshme se si shohim që shpesh njerëzit që jeta nuk ju ka dhënë diçka janë më të fortë edhe më të motivuar për me mri, për me arrit një sukses, sesa ndoshta ata që i kanë gjitha edhe sikur nuk e ndjejnë atë nevojën me u sfidu me diçka edhe krijojnë një ndjenjë sikur si janë falënderues për atë që e kanë, sepse tashmë veç e kanë edhe nuk e dinë si është mos me pas. Kështu që çkado që ballafaqohemi në jetë, ndoshta na bën që me a ditë vlerën më shumë asaj tjetrës, edhe kjo sigur është një forcë që na shtyn me luftu më shumë, me u sfidu më shumë, edhe ju roll shohim njerëz shumë të suksesshëm, njerëz që kanë pas vështirësi të caktuara. Por që nuk dorëzohen. Qoftë shëndetësore, po qoftë edhe vështirësi tjera. Domethënë sikur këto vështirësitë, sfidat na bojnë më luftarak edhe na bojnë më të fortë, në anën tjetër na rrisin në kuptimin emocional.